Unë të t'njavë më. Edhe Koci shkën me mbrojt me, shkën me mbrojt me, te këshirë mu bët dësbëtë, si që ashtë të postit. Koci nga ka mbrojt gjithmonë. Arkitekti ma bune tha, të ja po menon tha që 50% kur i ka mora Albini, tha, së kun tha, e kur të tha? Unë këshyra, 40 vjetë këtë profesor në Universitet Prishtinës leja. E thashe, qysh profesor s'po të koptoj, po thaj do të mimon 71% për me kry punë. Më në që ka marrë më pak, po. Kërtis për pak. Ja të regohat në pisë parësi me fillu emisioni. Edhe Koci për variantën, 7 nesës, po mënët një... Drejtë e Kocit, veç me ne që politikisht Kocit e gabim nëse e përcaktojmë dika. Kësh? Doze, kësh? Me tha vetë propozit. Me tha vetë ama e tha vetë, asë do të më konë këtë këna Albinit. Po, për një mes po ka kuptim. Për një mes po ka kuptim emisioni. Për një mes po ka kuptim emisioni. Për një mes kur fa kuptim fillim e emisionit, unë s'jam që mbroj. Unë s'jam që mbroj. Nuk më foton Për një mes që shtu s'po ka kuptim. Kretë kjo që po ndodhë, jemi të edhon një argument të gjithë hasmëve të shtetit Kosovës që nas jemi për shtet. Ja, së është të vërtë. Ja ka unioni, ekonominaj. Kështë ka dhoqë të element. Uno? Ekonominaj që ja ka dhoqë të element. Dët me orë të kush i hujë me udhet, sepse nuk jenë ta. Po që po... Ata kurdi me planë se sështë i apë me 40% me kryu qeveri. A Koci proteston me opozit? I ka prish raportet me Shëban. Po mirë dhe... Një njëri ja ka Ata që ndejnë fund argument. Ata që ndejnë fund argument. Po vetë fakti që kryeministri pari i Republikës Kosovës sot, trupi pajetit i mbullohet me flamur të Shqipnis, të regon ku është shteti Kosovës. Qa pëtën ma shumë? Më thonë, kjo është disrespekt për shtetin e Kosovës. Pej protokollit shtetit, aty kanë marrë pjesë kryeministri, aktual kanë marrë pjesë krejt elita, edhe Dhe sa dhe diko që e mon flamurin e Kosovën në zyrë edhe vjatë tanë kuena për të nderë, dhe nuk përpe që respektan qatë shumë flamurin e Kosovën, sa dhe trasën për varrem. Flamurin me vjetë, po trasën për varrem, edhe nuk më do këtë forë e hishme. Ty po duke organizu, kryeministria organizu. Po, nën patronatën e kryeministrit ka shumë. Po, prandaj, kjo qëndron se ti kish po familja... Mund të ketë qenë edhe dëshire familjes, apo... Po, nuk ka rëndësi. Shiko, një diçka që bëhet me ceremoni o shkelje ligjit më të pare. Vetë se kena ngritë si temë kërë ka njëri smutë. Qeveria Shqipërisë i ka një mund financiarisht. Sa i ka një mund qeveria Kosovës. Mirë që ka një mund qeveria gjdo respekt për qeverinë e Shqipërisë, gjdo respekt për flamurin e Shqipërisë, okej, regu. E ka financu... Qeverimin e tij. Po, qeveria Shqipërisë nuk e ka organizu... Dhe na si shoqëri se kena ngritë zonë qeveria Kosovës. Të kish botë ceremoni, qeveria Shqipërisë, hajde. Ne të në përthamë që që debat ishtë doshtë me bon, kur ka qenë bëjar Bukushi, gjallë edhe smut, kur njeri ka vujt, është doshtë mu diskutu në për sëtë edhe me thonë, qeveria e Shqipërisë, kaq, Ku a qeveria Kosovës? Ndihmon shërimin e tina, ku është qeveria Kosovës që nuk e ndihmon shërimin e ish-ministrit parë. Dhe më thë, kjo është një ka kalu këtë muhabet. Në ditën e varrimit të tina, me diskutu me cëllën flamor, është në bështëgulli, nuk po më duket korrekt në ditën e varrimit. Gjë personalisht në kom gjësë të bukurës e atë kjo është një qeshtje, varrimi i kryeministrit parë, më shërby si akt sulmin ndaj shtetit Kosovës kjo nuk është. Ma mirë është me diskutu për Kosovës, nuk ka financiarisht. Po të kuftoj ty, ki drejt, një person, një bushtetës i Kosovës, i cili ka pënu rreth 30 dhe në 40 vite, edhe ka kontribu në shtetësin e Kosovës, ishtë dosht me një reklamat të Kosovës. Po ligje e thot qështore? Ligje e thot nëqë, për që ku që avokat, është e drejta e njerit të fund meritualin e fundit vdekës. Mundet familja e ka vetë. Nashtë nësot e Bukushe. Unë e kom një personalisht, kom pos më habet, bile kena full intervista ma të gjata
që i kompërdore nashta për një hullumtim të armën për histori e ri dhe të vonë të Kosovës, Zoti Bukushi ka qenë Kosovëcentrek në esencë. Po me bindje. Por e ka pas një farë shqiptarie të që është me thonë të ngërthyme. Çdo koncept në Kosovëcentrek ka shqiptarin të ngërthyme. Pajtona anë me ty se ata kur varrosën në Amerikë, varrosën me flamur Amerikan. Edhe unë me mendimin që ashtu duhet të shte. Por ndoshta Zoti Bukushi në amanetin e tij ose familja I kemë rrethana të tjera të amerikanëve. Varroset me flamur shqiptar për me jap edhe një mesazh për te Kosovës që kjo kry ose shkova dhe ndoshta personalisht kisha pas të diskutu diçka tjetër për Bukushin. E jo që kjo pjesë, po mënoj... Kjo në konkretik për Bukushin. Sa e me qitë flamurës. Për jarë për Bukushin, që sot është Rros, pra o një për personalitetet më të veçanta të politikës dhe historisë të Kosovës. Me të, po përfundon edhe një epok e politikanëve të ditur, të menqur, edhe një guximshëm. Pra, jo guximshëm në diçka. Guximshëm kohat... Mënej që fjallë tjetër për guximin është një pityrën është Bujar Bukushi me përshkru, edhe për gjitha që nuk janë egoist. Na sot I kemi politikanë se cila gjenerat, ma egoist e ma egoist. Pra, tonë kanë qendër vetën. Pra, me mujtë, bohen edhe kryeministër, edhe president, edhe kryetar parlamenti, edhe ministra njëkohësisht. Bukushi s'ka qenë I tillë, kështu që ketë respektin. Vesh mes të kuptohet që kjo nuk është kritik për Bukushin. Po më kjo është thjesht... në ditën e sotme një për personalitetet që e ka ndëru vendin e vetë, edhe një për njerëzve që ka hise në shtetësinë e Kosovës, edhe një për figurët që vazhdan, do të thonë, sot e kësaj dite, musulmu brutalisht prej... Nga shumë anë. Prej ketë lukanisë aty në që përja jo bëjam një tjetër, pra po që e kanë përdor politikisht për me sulmu ato.